Të nderuar bashkëqytetarë, demokratë, të rinj, të reja, intelektual dhe ju njerëz të lirë, më datën 13 qershor, ora 10, ju ftoj të kujtojmë ditën simbol të qendresës, pranë lokalit të Mokrës në kryqëzimin e Prenjasit. Kjo ditë do të mbetet në kujtesën tuaj dhe të brezave që vinë si dita kur mafiozi nuk mundi të futej në rrugën kryesore, por u fut rrugën e parrugë dhe u varriti në destinacion i menderosur dhe i tërbuar. Kjo ditë do të mbetet në kujtesën e librazhdave dhe shqiptarëve si dita e qendresës për mbrojtjen e kushtetutës që po dhunohet me të dyja këmbët nga regjimi kriminal i Enver Ramës. Pushteti mafios dhe organet ligjvatuese arrestuan 36 persona që protestonin me duar në xhepa dhe 4 u dënuan ku njëri prej tyre isha edhe unë. Dua të them se burgu nga ana njerëzore ishte i rënë, 21 ditë ishin sa 21 vjet, por kauza për të cilën u dënuam 21 ditë ishin sa 21 sekonda. E mahniqme atë ditë, kur demokratët dhe njerëzit e lirë vërshuan drejt kryqëzimit të Prenjasit si asnjëherë tjetër, se hajdutët në pushtet, vodhën taksat dhe pronën publike, grabitën zgjedhjet, dhunuan lirinë dhe shkatëruan të ardhmen e fëmijëve tanë. Në emrin tim, Degës Petes Librazhdi dhe opozitës së bashkuar, bëj thirrje edhe njëherë të gjithë liridashëve, të zemruarve, skeptikëve, të rreshtohen në frontin e fitores dhe të bëhen pjesë e platformës për shpëtimin e Librazhdit dhe vendit, të bëhen pjesë për zgjedhjet e figurave më të mira që do të votohen brenda forcës politike dhe më pas do të jenë përballë zgjedhësve. Puna, idetë, çështjet në terren janë detyrë gjithë secilit për të vizatuar qasjen ndaj kërkesave që kanë qytetarët. Ju garantoj se miku i vetëm do të jetë puna, kontributi, profesionalizmi dhe jo më intrigat, paraja apo ndonjë aparatçik nga Tirana. Një ftesë të veçantë kam për policinë, e cila në 13 qershor 2019 u bë vegël e Taulant Ballës dhe Enver Ramës të kthehet në shinat e institucionet dhe t'i bashkohet këtij kujtimi në datën 13. Zoti ju bekoftë ju dhe gjithë shqiptarët. Ashtu si qatë vjetë fondet Librazhdi, ashtu si ka vjetë të Tirana që nuk e pun ti më dalësh nuk mua. Nuk e pun farë më dalësh nuk. Edhe të, edhe pregmetor farë. Diktatur. Diktatur jeti. Policia politike e Edi Ramës ka ndaluar 10 antar dhe mbështetës të Partisë Demokratike në Elbasan dhe në Librazhd dhe ka arrestuar 2 drejtuesit e Partisë Demokratike të Librazhdit, kryetarin zotin Bujar Vreto dhe sekretarin zotin Erlin Gurra, 2 drejtuesit e Partisë Demokratike në Prenjas, kryetarin zotin Arjan Karriqi dhe sekretarin zotin Leonard Ozuni, ish deputetin dhe ish kryetarin e Partisë Demokratike të Elbasanit, zotin Aurel Bylykbashi, si dhe 2 mbështetës të Partisë Demokratike, zotin Dashamir Boja nga Gostima dhe zotin Bujar Klojku nga Librazhdi. Gjykata e Elbasanit dha masën e sigurisë së arrestit me burg për 7 arrestuarit që protestuan kundër Ramës në Librazhd. Për Bujar Vreton, kryetari PD-s së Librazhdit, Arjan Karriqin, kryetari PD-s së Prenjasit dhe 2 aktivistë të tjerë, u dha masa sigurisë së arrestit me burg. Mbështetës të Partisë Demokratike janë grumbulluar para kësaj gjykate dhe kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të dënuarve. Për demokratët në bankën e të akuzuarve, duhej të ishte vetë kryeministri Rama, i cili sipas tyre po shkel kodin zgjedhor.